Kombëtarja shqiptare e futbollit kërkon këtë javë që të shkruaj historinë me kualifikimin për herë të parë në play-offin e Kupës së Botës. Gjithçka varet nga dy ndeshjet e fundit në grup dhe ndoshta jo vetëm nga rezultatet e kuqezimve. Anglia është e kualifikuar në botëror në mënyrë direkte si e para e grupit, ndaj në lojë mbetet vetëm vendi i dytë. Shqipëria luan ndeshjen e parë të saj të enjte ndaj Andorrës dhe paralelisht në Wembley është Anglia e cila përballet me Serbinë, ndaj të cilës kuqezin kanë avantazhin e 1 pike. Një fitore ndaj Andorrës e kombinuar me ndihmën nga Anglia duke mundur Serbinë bën që Shqipëria të shkojë automatikisht në play-offin që me ndeshjet e së enjtes dhe ta bëjë thjesht fest statistikore atë në Tiranë ndaj britanikëve të dielën. Çdo kombinim tjetër rezultatesh të enjte në bën që gjithçka të vendoset në ndeshjet e fundit, ku paralelisht me ndeshjen e erë Albania, serbët do të presin në fushën e tyre Letoninë.